Qyteti i Vlorës prej 3 ditësh po përjeton një situatë të vështirë për shkak të ndërprerjes së furnizimit me ujë të pishëm, duke ndikuar drejt për drejt në jetën e përditshme dhe nevojat bazë të banorëve. Shkak për këtë krizë është bërë dëmtimi i një tubacioni kryesor të ujësjellësit, ndërsa riparimi i defektit ka zgjatur më shumë nga sa ishte parashikuar. Një ndër pasojat më problematike është ndjerë në institucionet shëndetësore. Spitali i qytetit po furnizohet përkohësisht me ujë nga autobotët e zjarfiksve, por kjo zgjidhje nuk garanton qëndrueshmëri afatgjat dhe krijon vështirësi në ruajtjen e standardeve higjieno-sanitare dhe ofrimin normal të shërbimeve mjekësore. Mungesa e ujit ka prekur edhe qindra familje, të cilat po përballen me probleme serioze për higjienën personale, gatimin dhe përdorimet elementare ditore. Situata rëndon më së shumti familjet me fëmijë, të moshuarit dhe personat me sëmundje kronike. Banorët shprehin shqetësim të madh dhe akuzojnë institucionet për mungesë reagimi, duke paralajmëruar rrezikun e shpërthimit të ndonjë epidemie, pasi shumë banesa nuk kanë as ujë dhe as rezerva. Zvarritja e riparimeve ka ngritur pikë pyetje mbi gjendjen e infrastrukturës të ujësjellësit dhe aftësinë e institucioneve për të menaxhuar emergjencat. Pavarësisht se furnizimi me ujë të pishëm është një detyrim bazë shtetëror, deri tani mungon një reagim i qartë dhe një afat konkret për zgjidhjen e problemit, duke lënë qytetarët në pasiguri, veçanërisht në prag festash.